Pas një situate tepër të acaruar në rrethin e Tropojës gjatë vjeshtës dhe incidenteve të shumta që nisën me vizitën e kryeministrit Ilir Meta në 26 shtator të vitit 2000 dhe më vonë me vrasjen e majorit të Briskut, Ylvi Bengasi në fshatin Shoshan, në hyrje të fshatit Shoshan dhe sulmit të organizuar nga trupave speciale të repartit Brisku në 1 nëntor të vitit 2000, po ashtu ngjarje tjetër tepër e rëndë që kulmoi me 1 të vdekur dhe të paktën 7 të plagosur në 28 nëntor të vitit 2000 gjatë sulmit që u krye ndaj komisariatit të Bajramcullit. Të gjitha këto ngjarje të ndodhura njëra pas tjetrës në veri të vendit ishin për shkak të situatës acarore politike që ndodhte në kryeqytet. Konflikti i ashpër politik midis mazhorancës së majtë dhe opozitës së djathtë kishte gjetur një pikë shkarkimi, pikërisht vendlindjen e shefit të opozitës Sali Berisha, ku si indicie për gjithë ngjarjet që ndodhen më mbrapa, shërbeu pikërisht vizita e kryeministrit socialist asaj kohe Ilir Meta vetëm 5 ditë para zgjedhjeve të 1 tetorit të vitit 2000. Tjetër, racionalitetin tjetër që ke. Tjetër, duke të do t'i vinë ata? Unë marrë me ministrin, me qëllim që problemet e redit njërë të nëjshë. Po ne s'bëjmë takim e paqë politikë. Antari Këshillit Këshillit Rrethit. Jo, nuk bëjmë për Antari Këshillit Këshillit Rrethit. Dhe aty kene cilësuar takim me autoritetet lokale. Jo. S'kam punë me sekretari sotëm. Antari në Këshillit Këshillit Rrethit. Kam punë me kërëstemit. Ai u prezentove gabim prandaj. Prezentove gabim. Jo, prezentove gabim. Ne ke pa shumë galim herën e parë, gjithë s'pa ke dhënë fjalë. Kam lezuar nga ishte. Da? Kishte nevojë të thonë këtë. Me qenë që ishte problemi i Randit, zoti president i Randit nuk ka fare. Nuk funksionon fare. Randi nuk funksionon fare. Ato masë që tha i s'ka marrë asnjë masë. Këtu nuk ka rand fare. Dhe me përpara si të merresh me plerat, duhet merresh me sigurinë e qytetarëve të Tropojës dhe qytetarëve që kanë ikë nga dhuna që po ushtrohen si Slobodan Milošević. Kjo ishte kryesorja. Të gjitha këto ngjarje të njëpasnjshme, të cilat kishin patur shumë dëme materiale për objektet e rëndësisë veçantë apo objektet e pushtetit vendor në Tropojë. Po ashtu kishte patur shumë përqendrim të forcave speciale, viktima në njerëz, mos harrojmë vrasja e Syl Lushës dhe po ashtu plagosja e një numri të madh të personave të tjerë. Vrasja e oficerit të Briskut, Ylvi Bengasi, në rrethana që nuk janë sqaruar edhe sot mbas 11 vitesh nga kjo ngjarje, kërkonin patjetër që situata të ndryshonte në veri të vendit në mënyrë që Tropoja të mos kthehej në një gangren për qeverinë e majtë të asaj kohe. Agjenci ligjzbatuese duke filluar që nga policia, prokuroria, shërbimi informativ kombëtar nisën të hetojnë dhe të investigojnë në lidhje me persona përgjegjës për të gjitha këto incidente që ndodhin në rrethin verior të vendit. Dhe mbas një hetimi disa javor u përcaktua se organizatori kryesor i veprimeve në terren që kishin ndodhur në rrethin e Tropojës ishte pikërisht kryetari i Partisë Demokratike të këtij rrethi Azgan Hakla, i cili njëkohësisht kryente edhe disa funksione të tjera si në pushtetin vendor, pra sekretari i Këshillit Bashkiak të qytetit Bajramcullit, po ashtu dhe në organet drejtuese të qarkut të Kuksit. Asnjë mos nuk ka marrë qeveria gjersa. Kryetarët e komunave kemi këtu. Asnjë ndihmë nuk ka në qeveri. Gjitha ndihmat kanë nga bashkitë, nga radio kontakti, që ndell vullnetare. Shumë pak.
Shumë pak është. Shumë pak është. Ti mbarove ti kri. Çuta ti mbarove, po mbarove. Ti mbarove. Ti mbarove. Tjetër çaki problem. Rendi ishte bashkuar. Rendi është për to. Po, tjetër. Je dyta. Do të kërkojmë masa shpërngulje nga këtu. E me lëndë tjetër. Tjetër. Tu nuk e kena sigur. Po ta dhe tjetër. Tjetër, se racionaliteti tjetër çaki. Tjetër. Duke të do t'i vinë ata, opozita ata, i ka pushtetin lokal ata, i dha një drejtim tjetër pushtetin lokal. Jo, sash. Shumë se. Jo, do të bashkëpunimi është i dash propozitën për Berisën. Nuk dash propozitën për Berisën. Propozitën atje. Do t'i vinë. Pushtetin lokal, opozita është tjetër çaki e Berisë është Tiranë. Ja vëndash, sa bëj politikë këtu. Tjetër kongresistë, njerëzit, Berisha nuk tjetër kongresistë, çfarë problemi? Bileta ma stykja atë. Problemi kryesor është ky, ti do thash. Stabilizor rendin? Po. Stabilizor rendin? Ai vetëm atë gjë. Sa i kemo të ndau shtar me veti më mirë kanë me çun kufisa vrat djalë 25 vjeç pranë. Shqiptar i tropojs. Ke marrë 1000 ushtar në shëndetin e tyre nuk ka. Problemi tjetër ka. Po si? Ka shumë probleme. Po, problemi është vërtet se ka politikë. Duke u identifikuar Haklaj si njeriu kryesor i cili kishte përgjegjësinë për organizimin e këtyre incidenteve, duke përfshirë sidomos antimitingun e organizuar gjatë vizitës së kryeministrit Meta dhe po ashtu gjatë ngjarjes së 28 nëntorit, gjatë protestës të organizuar në 28 nëntor, që kulmoi pastaj me një shkëmbim zjarri të ashpër me tropat e policisë të komisariatit të Bajramçurrit. Në këto kushte prokuroria e përgjithshme kishte deleguar një grup special prokurorësh, të cilët mbas hetimeve që kryen lëshuan një urdhër arresti në ngarkim të Azgan Haklajt. Pikërisht zbatimi i këtij urdhër arresti u bë mesnatën e 20 janarit të vitit 2001. Trupa speciale të nisura nga Tirana për gjatë gjithë pasdites dhe mbrëmjes së 20 janarit ndërhyn pikërisht në një orar kur nuk pritej, kur gjithë qyteti ishte në qetësi, në banesën e drejtuesit lokal të Partisë Demokratike Azgan Haklaj dhe në kohë rekord duke shkelur edhe procedurat e parashikuara nga ligji, i cili ndalonte ndalimin apo arrestimin e çdo qytetari jashtë orarit nga ora 07:00 mëngjesit deri në orën 20:00 të mbrëmjes. Gjithsesi, më shumë se sa mënyra brutale e ndërhyrjes forcave speciale në banesën e Azgan Haklajt do të përbënte një shqetësim të madh dhe një skandal më vete, mënyra se si u trajtua ai nga momenti i arrestimit dhe deri në momentin që u dorëzuan në ambientet e izolimit të burgut 313 në kryeqytet. Transportimi i të ndaluarit nëpërmjet rrugës Qafmalit në drejtim të Tiranës ka qenë një torturë më vete për të. Gjatë transportit, Haklaj ka qenë i lidhur këmbëduar dhe ndaj tij është ushtruar dhunë, madje edhe akte torture dhe duke i shkaktuar atij dëmtime të cilat do t'i ngeleshin edhe për muaj të tërë në trupin e tij. Gjithsesi, arrestimi i kryetarit të Partisë Demokratike u pasua nga një valë reagimesh të forta si nga drejtuesit kryesorë të opozitës asaj kohe, po ashtu nga media dhe sidomos nga faktori ndërkombëtar i atashuar në Tiranë për shkak se ishin shkelur liritë dhe të drejtat themelore të njeriut. Grupet e njëpasnjëshme që u dërguan në ambientet e burgut 313 në kryeqytet për të konstatuar sinjalet se ndaj të ndaluarit ishte ushtruar dhunë e pashëmullt, madje dhe tortura, arritën në përfundimi se në të vërtetë gjatë arrestimit të Haklajt ishin tejkaluar kompetencat e parashikuara nga ligji për policinë dhe se ndaj tij ishin ushtruar forma të dhunës dhe të torturës. Pavarësisht raporteve të njëpasnjëshme dhe protestave që u bën, gjykata nuk pranoi që Haklaj të lirohej dhe ai të ndiqte procesin gjyqësor në ngarkim të tij në gjendje të lirë apo në gjendjen e arrestit shqiptar.
rrëmbimin banditesk që bani Ilir Meta me bandat e tij në Tropoj. Rrëmbeu të zgjedhurin ton që me votën ton përfaqëson në rang qarku një popullsi demokrate, një popullsi të përsekutume, gjatë 50 vjetëve e të super përsekutume nga kriminalët e Ilir Metës. Kjo bëhet vetëm e vetëm për një arsye. E vetëmi arsye e rrëmbimit të Ozgon Hakëls është që t'i thoj popullit Tropojës dhe të qarkut Kukësit, ja si ja u rrëmbym qendërstarin, demokratin, të tilla masakra dhe vazhdojnë të bëhen edhe një ju. Ma mirë Ilir Meta dhe banda e tij të futin në burg. Kriminellet që kanë në mes tyre, vrasin e Syllush, atë që te kalej çdo norma që hudhi granatën në mes sina demonstruesve. Një gjatë tillë nuk lejohet as në peshk, as në lumin e Valborës nuk lejohet hedhet granata jo në demonstrues. Dhe këtë sot ky pushtet e quhen të ligjshëm. Prandaj, qendresa jon, po e të gjithë tërbejonëve që nuk kanë të përzirë hibridet e komunizmit 50 vjeçar, do jetë aq e ashpër deri në sakrifikimin edhe të jetës tonë. Vëllezër e motra, demokrate dhe demokratë të pamposhtur të Tropojës. Sot ne vazhdojmë protestën tonë. Protestën që do ta përfundojmë vetëm kur kemi në mes tonë kryetarin e degës së PD-s, që është shumë i dha Partisë Demokratike, kur kemi në mes tonë demokratin që nuk poshtë përballë bandave të Fatostan ose Skënder Gjinushit, përballë bandave të kryekriminalit Ilir Meta. Pas 26 shtatorit, pas asaj pritje madhështore që ju i bet kryemafiozit Ilir Meta, Tropoja u dhunua sistematikisht. Ne jemi në vazhdën e protestave tremujore dhe sot ne kemi dërguar shkresën pranë komisariatit për të dëshmuar edhe një herë se protestat do të ndalojnë vetëm atëherë kur ndaj Tropojës dhe tropojanëve të përfundojë gjuetia e shtrigave, kur ndaj Tropojës dhe tropojanëve të përfundojë dhuna dhe terrori barbar. Dhuna dhe terrori i ushtruar nga qeveria e Metës gjatë këtyre 3 muajve ka qenë e tillë që të kujton vetëm bandat e paramilitarëve serb të Raznatovicit, Tarkanit, Sheshelit pra. Vetëm bandat tilla kanë bërë rrëmbimet tilla si ajo e kryetarit Partisë Demokratike në datën 20 2001. Pavarësisht përpjekjeve të njëpasnjëshme të bërë nga mbrojtësit ligjor të zotit Haklaj, kërkesat e bëra në shkallët më të larta të gjyqësorit, në gjykatën e apelit apo në gjykatën e lartë, nuk u bë mundur lirimi i tij nga burgu apo ndryshimi i masës sigurisë nga arresti me burg pa afat në një masë sigurie në të arrestit shtëpiak. Megjithatë, kjo situatë nuk ndikoi tek drejtuesit e Partisë Demokratike, të cilët vendosën që ta kandidonin Haklajn si përfaqësues të tyre në zgjedhjet e 24 qershorit të vitit 2001, duke përfaqësuar opozitën në rrethin e Tropojës. Ishte hera e parë që një nga kandidatët për deputet në Kuvendin e Shqipërisë kandidonte në fushat apo merrte pjesë në fushat, duke qenë i izoluar në qeritë e burgut 313.
fushatat zgjedhore, edhe pse kandidati vet nuk ndodhej në terren, shkoi në favor të Haklajt dhe ai mundi të fitonte në zgjedhjet e 24 qershorit, qysh në raundin e parë, pa patur nevojë për balotazh dhe me një rezultat të thellë karshi kandidatit që përfaqësonte mazhorancën e majt dhe Partinë Socialiste në rrethin e Tropojës. Fitoria e tij nga qelit e Burgut përbën një rast unikal i cili nuk është përsëritur më dhe duke patur parasysh faktin që gjykatat nuk ishin shprehur me një vendim dënimi në ngarkim të Haklajt, por ai ishte thjesht në kushtet e hetimit, pavarësisht se akuzoi për një vepër penale të rëndë. Kjo nuk ndikoi që ai të përfshihej në listat e kandidatëve për deputet, madje edhe të fitonte qysh në raundin e parë të votimeve. Në këto kushte, në datën 23 korrik të vitit 2001, një muaj mbas datës kur Haklaj kishte fituar si deputet i Kuvendit Popullor zgjedhjet në rrethin e Tropojës, kolegji i bashkuar i gjykatës së lartë vendosi të ndryshojë masën e sigurisë ndaj Haklajt nga arresti me burg pa afat në hetim në gjendje të lirë dhe duke bërë të mundur që të liroj nga qelit e burgut 313 për të kthyer në banesën e tij. Lirimi i Haklajt sigurisht është pritur me mjaft gëzim nga familjarët, por edhe nga simpatizantët e tij në rrethin e Tropojës dhe rikthimi i tij në qytetin e Lindjes më shumë se 7 muaj burgimi prit me një miting të organizuar në sheshin qendror të qytetit ku morën pjesë mijëra simpatizantë të opozitës, po ashtu dhe qytetarë të Baremcurit. Vetëm një muaj më vonë, pra pas ishte liruar nga burgu, u pushua dhe hetimi në ngarkim të Haklajt, pasi prokuroria nuk mund të hetonte një person i cili gëzonte imunitet. Unë t'i shpreh mirënjohjen time më të thellë Këshillit Bashkiak të qytetit Baremcurit, që në ato ditë të ftofta të qelisë më dha kurajo duke më shpallur qytetarën nderit saj. Vëllezër dhe motra, pasi mbi mua ishte ushtruar një dhunë e hekur, duke përdorur të gjitha llojet të torturës që nuk i parashikon asnjë konvent ndërkombëtare, për shkakin se kam denoncuar përdorimin e granatave nga policia mbi demonstruesit paqësor, për shkak se kam denoncuar vrasësit e Azem Hajdarit sistematikisht, për shkak se kam mbrojtur Sali Berishën. Dhe tani ata kërkonin që unë të pranoj se me ka urdhëruar Sali Berisha të gjejë institucionet në Tropoj, të cilët i dogji Fatosh Klosi, të cilat i dogji Ilir Meta, për të cilat ne kemi prova dhe dëshmi të pak kontestueshme. Prokurori në sallën e gjyqit u detyrua të arrestoj policët e thirrur nga Tropoja që dëshmuan kundër akuzës dhe në favor të Partisë Demokratike. Situata gjatë muajit shtator u acorua sërish, por në muajin tetor u bë një përpjekje nga kryeministri i asaj kohe, Ilir Meta, në mënyrë që ai të zbuste situatën në veri të vendit. Më parë ai kishte realizuar një takim me kryetarin e bashkisë Shpen Demiri, duke i premtuar atij investime për bashkinë e vogël të qytetit Baremcurit nga qeveria, ndërkohë po kërkoi një tjetër takim me deputetin e sapo shpallur të Tropojës Azgan Haklaj, në mënyrë që gjithë incidentet e mëparshme të kaloheshin dhe situata të normalizohej. Publikisht Haklaj nuk e kishte pranuar një takim të tillë me kryeministrin e vendit, pavarësisht kushteve apo temës së bisedës që do të zhvillohej në këtë takim.
Në këto kushte, kryeministri Meta zgjodhi një alternativë tjetër, duke përfshirë në negociata një person të stafit të tij, pikërisht këshilltarin për sigurinë, për problemet e sigurisë kombëtare, luftar Malia, i cili realizoi një takim në qytetin e Kukësit me Haklajn dhe disa përfaqësues të lartë të Partisë Demokratike të qarkut të Kukësit, në mënyrë që të mundësojë një takim direkt midis kryeministrit Meta dhe deputetit të Partisë Demokratike, një takim i cili të filmohej nga media dhe të publikohej në mënyrë që të çojë një mesazh pajtimi dhe qetësie simpatizantëve të dyja krahëve politik, jo vetëm në rrethin e Tropojës, por dhe në gjithë vendin. Që të pranoj akuzat qeshake, duke përdorur vendanat për të përshkullur thojt, duke me gjegur me cigare në trup, duke me mbytur në qak, por ata kur nuk më thyen, sepse pas meje ishte qup, pas meje ishte qendresa juaj, pas meje ishte vota juaj. Prandaj, edhe njerë ju siguroj, se edhe prapa dillit për të shkoj Meta, edhe në hanë për të shkoj Fatostano, gjithë ditë do të përgjigjet, edhe herë, ju falenderoj thellë nga zemra, dhe ju siguroj që do të qenë pjesë e gëzimit tuaj, do të qenë pjesë e dhimbjes tuaj. Ju siguroj se do të jem ambasador i fjalës tuaj. Ju siguroj se me jetën time do të mbrej fjalën tuaj. Ju falenderit. Rrof Tropoja. Rrof Partia Demokratike. I përjashëm qoftë kujtimi i Azemajdarit. I përjashëm qoftë kujtimi i gjithë atyre gjëmve që dhanë jetën për idealet e Azemajdarit. Rrof Sali Berisha. Pikërisht gjatë takimit me përfaqësuesin e dërguar nga kryeministri Meta, Azgan Haklaj e ka refuzuar ofertën që ishte bërë nga kryeministri Meta, duke deklaruar që në rast se nuk do të zbuloheshin dhe nuk do të ndëshkoheshin autorët e incidenteve, madje dhe autorët e vrasjeve që kishin ndodhur në Tropoj, ai nuk do të ulej kurrë me kryeministrin e vendit për të mos tradhtuar votuesit dhe simpatizantët e tij në rrethin e Tropojës. Vetëm disa javë mas kësaj tentative, do të ndodhte ngjarja e rëndë e 31 tetorit, ku një shpërthim i fuqishëm eksplozivi, që sipas ekspertëve xhenier ishte një sasi e lëndë plase e një fuqie të madhe, e identifikuar si C4, gati rrafshoi pallatin 5 katësh në lagjen Partizani të qytetit të Bajramcurit, ku në momentin e shpërthimit gjendeshin 86 qytetarë të Bajramcurit në banesat e tyre. 10 vjet mbas i ka ndodhur gjithë këto ngjarje me pasoja kaq të rënda për rrethin e Tropojës, por edhe për situatën politike në vend, agjencitë ligjzbatuese kanë të gjitha mundësitë për të vendosur drejtësinë dhe për të i dhënë një përgjigje banorëve të Bajramcurit dhe të gjithë rrethit Tropojës, përse ata u bën objektivi i një sulmi aq të ashpër dhe incidenteve aq të rënda të ndodhura nga shtatori i vitit 2000 deri në 30 tetor të vitit 2001.